Replik. Deklarata që mbahen në këtë parlament janë në kufitet pa besueshmes, zoti kryetar, dhe deputeti parafolës ka thyer protestën duke thënë që rinia shqiptare po udhëhiqet nga njerëz të Fredi Belerit. Dhe unë nuk e pash zotrin të reagoj kur Fredi Beleri doli në foto plot krenar me deputetët e Partisë Socialiste në Strasburg, i nxjerr me krenari madje edhe nga kryeministri dhe madje socialistët të votonin dhe amendamente të propozuara nga Beleri. Pra e shikoni se çfarë situate absurdi jemi edhe na quajnë ne këta antikombëtar. Votojnë me Fredi Belerin në Strasburg edhe akuzojnë të rinë shqiptarë se paguan apo sillen vërdall nga Fredi Beleri. Së dyti, zoti kryetar, e kam ndjekur gjatë politikën, po me thënë drejtën, kur s'kam parë nga zoti Ruçi për shembull, apo dhe nga parasi i tij, zoti Balla, që çfarë s'na ka thënë, çfarë s'na ka bërë dhe na ka përjashtuar dhe nga parlamenti, që të dalë të thotë tu që Partia Socialiste do dali dhe do të shtypë. Nuk e kuptoj se si një deputet që pretendon të jetë në radhët e të rinjve, të flasë me një gjuhë dhune dhe në kufit e urrëties. Kjo është e papranueshme. Respektoni protestën e të rinjve shqiptar, mbani përgjegjësi, mbani dhe gjuhën, sepse e dim se çfarë trashëgimie të dhunshme keni. Sepse është për t'u habitur që njerëz me thinja në Partinë Socialiste mbajnë gojën edhe rioshët lëshohen, a thua sikur nga kanë dalë. Faleminderit. Zoti Balla, procedurë. Zoti kryetar, deputeti parafolës, një gënjeshtar profesionist, sapo keq informoi me dashje opinionin publik lidhur me procesin e votimit për rekomandimet e Komitetit Parlamentar të Stabilizimit dhe Asociimit të zhvilluar në Strasburg. Deklaroj me përgjegjësi që të 7 antarët e këtij komiteti, përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kanë votuar për të gjithë amendamentet e propozuara nga zoti Beleri kundër. Të gjitha kundër, gënjeshtar. Dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike është fakt që ka votuar për një pjesë të amendamenteve pro. Ky është fakti. Ne kemi votuar për të gjitha, ndërkohë që sa i përket votimit në fund të rekomandimeve, pra të dokumentit integral, padyshim që ishte dokument për cilën unë isha dakordsuar me bashkëkryetarin Tarquino, se ishte dokumenti im. Tani unë nuk mund ta ndaloja dot një antar të Parlamentit Evropian që ai të votonte pro. Ky është fakt. Pra zotëria ka votuar dokumentin tim. Unë kam votuar kundër gjithë bashkë me kolegët e mi. Ja ku i keni këtu. Kemi votuar kundër. Po ti ke marrë për modelin më të keq. Nuk ka model më të keq në politik se sa të vish këtu dhe të bësh suflerin e gonës. Ti bashkë me atë personin tjetër, që nuk është këtu dhe mirë që nuk është këtu, sepse e nise karrierën politike me pagesë nga paratë e gonës, tani paguhesh me paratë e shqiptarëve si asistent i gonës. Ky është dallimi, pra deri në 9 shtator të vitit kaluar të pagunte gonja nga paratë e call centerit si asistent, sot paguhesh si asistent i gonës me dietat dhe paratë e kuvendit. Por edhe ti, ndërsa po zbardhe gjithë skema e pastrimit parave të Agron Shehaj, një njeri që rast unik në botë, brenda 4 vitesh, pesfishon vlerën e një aseti
nga 2.9 milion euro në 15 milion euro. Do vi gonja të endën tjetër këtu. Përfundoni ju lutem. Ja kam bërë gati të gjithë dosjen Gones, pa tjetër. Ta kam bërë gati sepse nga parate e Vilës Gones je paguar ti deri në 9 shtator 2025. Faleminderit. Zoti Muçi, replik. Faleminderit. Atëre, përderisa po flasim këtu për fakte dhe jo për folklorizma. Atëre është fakt që në tetor të vitit të shkuar, të gjithë ju që jeni të ulur nga Joan, ngritët kartonin e kuq, kur u propozua në këtë sallë rezoluta për njohjen e gjenocidit serb në Kosovë. Ju që ja doni kaq shumë të mirë në Kosovës, përse votuat kundër njohjes së gjenocidit serb në Kosovë? Na thoni. Ky është fakt. Fakt është tundja e kartonit kuq. Jepni përgjigje për këtë. Merrni replikat. Ju marr me radhë, një nga një nëse doni. E dyta, fakti tjetër është